Mirëditë të gjithëve, si Kryeministër i Republikës së Kosovës jam këtu bashkë me Adve Hetemin, drejtorin e Institutit për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, por bashkë edhe me kryetarin e forca emëruar të Komisionit Qeveritar për të zhdukurit, Agran Limonin, i cili e ka babain e zhdukur, gjithashtu edhe kushërit të tjerë, dhe nga instituti kemi edhe zyrtar të tjerë, ndërka që ka komisioni edhe kushtrimgar. Është dhembje pikëllim e mundim të shohësh se si 27 vjet pas përfundimit të luftës, e vërteta e cila u përpoqen ta heshtin e ta zhdukin, vërtet. Dhe sa ishim ne aty, u zbuluan edhe disa kocka të reja, me qenë se gërmimet edhe ekshumimi po vazhdon. Unë falenderoj Institutin e Mjekësisë Ligjore me ekspertët e forenzikës dhe antropologët, gjithashtu edhe ata që janë nga Bashkimi Evropian, përkatësisht nga EULEX-i, për punën që po bëjnë. E kanë mbështetjen e plotë të qeverisë Republikës Kosovës dhe të shtetit tonë në përgjithësi, në mënyrë që ankthi, vuajtja e familjeve të cilët ende i kanë më të dashur të tyre të pagjetur që nga lufta e fundit në Kosovë të marrë fund, dhe për këto familje, për të cilët ende nuk ka përfunduar lufta, më në fund të munden që në paqe e të qetë të kenë varre të dinjitetshme për ata që u vranë në pranverën e vitit 1999, vetëm dhe vetëm për shkak të identitetit të tyre kombëtar shqiptar. Duhet i presim analizat e ADN-s, por me shumë gjas bëhet fjalë për shqiptarët të njohur si grupi intelektualve, 23 shtosh, të cilët me 19 prill, para 27 vjetëve, u ndaluan, u rrëmbyen dhe u pushkatuan nga forcat armike të Serbisë, të cilët nuk u mjaftuan me këtë krim mizor, por u orvatën që të zhdukin gjurmët e krimit të tyre, dhe andaj në këtë vend në të cilën ju po e shihni se deri tek varreza masive nuk arrihet dot me vetur, ta varrosin të vërtetën e tyre si ekzekutor të një projekti gjenocidal që synon të shfarosjen e shqiptarëve. Tash do të vazhdojnë këto gërmime edhe shumë javë, ndoshta edhe shumë muaj, me qenë se eshtrat e gjetura janë të shpërndara dhe janë buz një proj i cili me shumë gjas në stinën e pranverës është një pruaj fuqishëm, dhe në këtë mënyrë trupat edhe nëse janë varrosur në të njëjtin vend mund të mos jenë aty. Në anën tjetër, e dim që kemi një proces të drejtësisë tashmë, ku 2 persona janë të arrestuar, por ajo që është të çuditshme është që po ndodhin arrestime edhe në Serbi me qëllimin e kundërt. Të gjithë jemi dëshmitar që Serbia po arreston serb, të cilët para më shumë se 2 dekada na i pas kanë treguar mikut e organizatave ndërkombëtare për krimet e Serbisë, dhe këtë po e bën nën akuzën për spionazh. Në vend që Beogradi zyrtar i hap arkivat e forcave policore, ushtarake dhe paraushtarake të armatosura që kanë kryer krimet luftës, krimet kundër njerëzimit dhe gjenocid në Kosovë, ajo të gjithë ata të cilët japin çfarëdo informacioni i akuzon, i arreston dhe mund të thuhet tashmë i ndëshkon për spionazh. Në veçanti do kisha theksuar dosjen e brigadës së motorizuar 38 të ushtrisë jugoslave, e cila ka bërë masakrën në Kosovë e posaçërisht në Drenicë, dhe
arkivi dosje së cilës në vitin 2014 është klasifikuar për 3 dekada. Pra, sipas Beogradit, ajo dosje nuk bën të hapet deri në vitin 2024. Ne nuk mund të presim tash edhe 18 vjet që të zbardhet të vërteta. Prandaj edhe një herë i bëjmë thirrje faktorëve ndërkombëtar, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, që këto dokumentacione të klasifikuara që janë në Beograd të deklasifikohen dhe të zbardhet e vërteta në mënyrë që ata mbi 1500 persona që janë ende të pagjetur, ato qindra familje të se po presin për më të dashurit e tyre, më në fund t'ju përfundoj ankthi edhe dhimbja e të mund t'i varrosin me dignitet e shtrat e antarëve të familjeve të tyre, të më të dashurve të tyre. Pra, edhe një herë, ka shumë dokumentacion të klasifikuar në Beograd, i cili mund të hapët vetëm nëse ka trysni të mjaftueshme ndërkombëtare, e njëra specifikisht është ajo e brigadës së motorizuar 38 të ushtrisë jugoslave. Faleminderit gjithëve që po e ndiqni këtë zhvillim, që është shumë i dhimbshëm në njëra anë, shumë pikëllues, mirë po gjithashtu edhe është një ngjarje për të cilën duhet të përgëzojmë punën e institucioneve të Kosovës, policisë Kosovës, policisë hetuese dhe të institutit të mjekësisë ligjore dhe të gjithë atyre që kontribuan në mënyrë që shpresat të mos humben dhe lufta të përfundoj edhe për ata për të cilët ende nuk kanë mbaruar, meqense nuk i kanë varret e më të dashurve të tyre më shumë se 27 vjet pas përfundimit të luftës.